Zoti kryetar, së pari do duhet që ky kuvend t'i kërkoj policisë shtetit të ndalë menjëherë dhunën ndaj qytetarëve që protestojnë jashtë godinës së kuvendit. Është e papranueshme që sot godina e kuvendit në një perimetër të zgjeruar është rrethuar nga forca sigurie, a thua se qytetarët tanë na rrezikojnë ne, deputetëve të këtij kuvendit jetën. Pas një diskutim taulant, të rrezikojnë të bëjmë pis kostumin me ndonjë vezë, e di që e ketë shtrenjtë, por ky nuk është halli i kuvendit dhe nuk duhet jetë as halli i policisë shtetit. Përkundrazi, halli i policisë shtetit duhet jetë ta verifikojë atë markën e kostumit tënd dhe të verifikojë edhe të ardhurat se ku i ke gjetur parat për atë kostum të shtrenjtë ti edhe disa prej kolegëve, jo të gjithë kolegët e mazhorancës. Por kjo nuk justifikon kurrë dhunën ndaj qytetarëve, përdorimin e mjeteve disproporcionale kundër protestuesve dhe ato që po ndodh jashtë kësaj salle seancës plenare. Prandaj zoti kryetar, në emër të kuvendit nuk e nderon ajo që po bën policia e shtetit kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Askush prej nesh nuk duhet ndjehet i rrezikuar nga kritika e qytetarëve. Askush prej nesh në këtë sallë nuk duhet ndjehet i rrezikuar nga kërkesat e qytetarëve, përkundrazi. Dhe prandaj e kemi votuar edhe kundër për e kalendarin. Ne duhet i marrim shumë seriozisht kërkesat e qytetarëve, duhet i bëjmë pjesë të këtij programi të punës, kanë kërkuar shfuqëzimin e disa ligjeve, duhet i shqyrtojmë me urgjencë dhe jo të rrim në heshtje, ndërkohë që atje të moshuar, të rinj, janë duke u dhunuar nga punonjësit e policisë shtetit. Detyra e policisë shtetit është të ruajë rendin dhe sigurinë. Detyra e policisë shtetit është të arrestojë eksponent të krimit organizuar. Detyra e policisë shtetit është parandaloj ngjarjet kriminale. Detyra e policisë shtetit është parandaloj sulmet ndaj qytetarëve. Nuk ka asnjë rrezik institucioni. Zotrote si gjithë ne tjerët, ke hyrë krejt lirshëm në sallën e seancave plenare, nuk të ka rrezikuar asnjë qytetar, nuk të rrezikon as veza e qytetarëve, po atëherë për çfarë e keni kërkuar mbrojtjen e policisë shtetit? Për çfarë keni vu perimetrin deri te rruga Elbasanit, a thu se kush po hyn këtu? Po hyni ju. Edhe do duhet me ju mbrojt ju nga rruga Elbasanit e deri te rruga Dibrës. Se ju rrezikohet ju, se kanë të drejtën e tyre për të protestuar. Për të mbrojtur, pra e keni kërkuar ju mbrojtjen. Po frika juaj nuk mund të justifikoj kurrë dhunën ndaj qytetarëve. Frika juaj nuk mund të toleroj kurrë dhunën ndaj qytetarëve. Keni frikë, mos hajdeni në kuvend. Keni frikë, mos hajdeni në kuvend. Keni frikë nga qytetarët, fshihuni dhe bëni mirë të fshiheni. Se i keni marrë shpirtin 14 vite qytetarëve. Dhe ky është reagimi që meritoni. Ky është reagimi që meritoni dhe ky është reagimi që do të merrni. Do ju nderonte se cilit prej jush, a ka mundësi ti thuash të pushoj? Ju lutem bani qetësi të dëgjojmë kolegun Bardhi. Ju lutem bani qetësi. Qetësi ju lutem. Frikën tuaj mos ja impononi kuvendit të Shqipërisë. Frikën tuaj mos ja impononi qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Kostumet tuaj ato shtrenjta që keni hasur a bëjnë pis me vezë, mos i përdorni si justifikim për të dhunuar qytetarët. Lejoni qytetarët të protestojnë, e kanë të drejtë kushtetuese, nuk ja mohoni dot as ju përmes frikës tuaj, as policia e shtetit duke shkel kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë. Të dhunosh të rinjt, të dhunosh të moshuarit, dhe të përdorësh ndaj tyre mjete disproporcionale, është një shkelje flagrante e kushtetutës, është një shkelje flagrante e ligjit dhe është
A ka mundësi ti, zotrote? Po shko pyet të vlla. Shko pyet të vlla që e ke në burg, se ta shpjegon ai policinë e shtetit. Ti shko pyet të vlla që e ke në burg, se shko pyet të vlla. Ju lutem bani qetësi, përfundoni zoti Bardhi se ka mbaruar koha. Përfundoni. Jo, koha s'ka mbaruar. Koha s'ka mbaruar, sepse gjatë gjithë kohës... Përfundoni, pra vazhdoni, përfundoni. Gjatë gjithë kohës duhet përballim me frikën e këtyre. Frika e këtyre është ligji i shtetit. Kanë frikë këta, urdhrohet 2000 punonjës policie të dhunojnë qytetarët. Po çka kuvendi është ky që ka frikë nga qytetarët? Çka kuvendi është ky që ka frikë nga zëri i qytetarëve? Çfarë kuvendi është ky që refuzon kërkesat e qytetarëve, shqetësimet e qytetarëve? Ky nuk është kuvend, zoti kryetar, kjo është stre, bunker e këtyre që kanë frikë nga qytetarët dhe sepse kanë shkelur dhe vazhdojnë të shkelin ligjin duke abuzuar me përgjegjësitë e tyre, duke abuzuar me pasuritë publike, duke abuzuar me fondet publike. Zoti Balla, replik.